Në kulmin e sezonit turistik, kur aeroporti ndërkombëtar i Rinasit përballet me fluksin më të lartë të hyrje daljeve në vend, rreth 50.000 deri 56.000 pasagjerë në ditë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtues madhor Skënder Hita dhe drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja zhvilluan një inspektim të përbashkët për të ndjekur nga afër zbatimin e masave të marra nga strukturat e policisë kufitare dhe të doganës në përballimin e këtij fluksi. Gjatë inspektimit u vlerësua angazhimi maksimal i punonjësve të Policisë së Shtetit dhe i administratës doganore. Vëmendje e veçantë i është kujtuar parandalimit dhe goditjes së krimit ndërkufitar me fokus luftën kundër trafikut të lëndëve narkotike, kontrabandës dhe migracionit të paligjshëm. Në aeroportin e Rinasit trajtohen dhe përpunohen në ditë 50.000 pasagjerë, ku fluksin më të madh në ditë të veçanta ka dhe 56.000 pasagjerë që përpunojnë në një ditë. Në të njëjtën për masa janë edhe përpunimi i mallrave, te kargo, te pjesa tjetër e shërbimeve që ofrohen këtu. Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gatet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ulur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ulim kohën e shërbimit, por njëkohësisht rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gateve. Kjo është vërtet një akses shumë i mirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë personat që shfrytëzojnë këtë kontroll kalimi. Në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të doganave, Policia Kufitare dhe Dogana e Rinasit ka pas rezultate shumë të mira në drejtim të parandalimit veprave penale, goditjes tyre, kryesisht në drejtim të trafikut të lëndëve narkotike, pasi vërtet kemi pasur raste edhe në sasi të mëdha në lëndëve narkotike që tentojnë trafikojnë nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë dhe të vazhdueshëm me Policinë e Shtetit, duke theksuar se të dyja institucionet janë në shërbim 24 orë në 24 për t'u përgjigjur fluksit të shtuar të sezonit turistik. Kjo është realisht shej e një bashkëpunimi shumë të mirë me Policinë e Shtetit, bashkëpunim jashtëzakonshëm do thoja. Të dyja shërbimet, qoftë ai policor, qoftë ai doganor, janë në funksionim 24 orësh për të përgjigjur këtij fluksi të shtuar. Drejtoria e përgjithshme e doganave është angazhuar për të garantuar lëvizje sa më të shpejtë të çdo qytetari nëpërmjet kësaj pike kufitare, por nga ana tjetër të kontrollojmë me kujdes çdo mall që hyn rrugë në Shqipëri. Gjatë sezonit turistik, të gjitha shërbimet e policisë kufitare kanë kaluar në regjim shërbimi 12 orësh, duke rritur me rreth 20% praninë e punonjësve në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit.